Mbrëmjen e djeshme kur Egli takohu futësërish brenda shtëpisë së Big Brother në VIP 4, të vetmen të cilën e përqafoi plot mall ishte Danja. Rozana Radin dhe Gjestin ajo i takoi me tepër ftohtësi. Por në momentin kur do të bëheshin nominimet, Ledioni e pyeti Gjestin në dhomën e rrëfimit për rikthimin e Eglit dhe për mënyrën se si ndihej. Nuk e prisja. Me emocione. Më erdhi mirë se as unë nuk kam dashur të dal në atë mënyrë. Mundet të bëj më shumë. Mu duk pak e ftohtë. Po nuk e di çfarë do ndodh. Kanë mbetur pa u sqaruar me të shumë gjëra, tha Gjesti. Mbrëmjen e sotme, Gjesti ka qenë duke pastruar kuzhinën në shtëpi, ndërkohë që ka kënduar një këngë për Eglin. O s'kam lënë vend pa të përmend, o shpejt më ke dal prej zemrës tem. O Egli jem qysh s'po fol me mu, qysh për nën dit dashnia ken ka shku. Qysh për nën dit ti me ke haru. A më ke thënë se shumë të du. S'qen ka qenë dashni, por pas ka qenë fiksim. A zemra jem ke bë eskalim, këndoj Gjesti duke qeshur.